Besa, mirë se erdhe dhe më korrigjon nëse duket të identifikuar me emër dhe mbiemër, unë shkel ligjin. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën dhe konkretisht kemi shtim të drejtës për t'u harruar dhe të drejtës për transferueshmërinë e dhënave. Po qytetarët që marrin pjesë në këtë lojë shpërblyese lënë të dhënat e tyre aty. Supermarketi apo tregtari në fjalë, po çdo lloj subjekti tregtar do të bënte një përdorim të dhënash personale në tejkalim të qëllimit për cilin ato janë mbledhur. Në një marrëdhënie pune, kur kërkohet pëlqimi i punëmarrësit nga punëdhënësi, mund të jemi në kushtet e pabarazisë, por duhet përmbaj në përputhje me parimin e minimizimit, duhet përmbaj aq të dhëna sa janë të nevojshme për qëllimin për cilin që KBA vepron. Dhe nuk ka pse administratorit apo ortakut t'i pasqyrohet në rrjet edhe numri i ID-së të tij. Dhe sa të drejta kanë realisht këto subjekte të vendosin kamera dhe ku është distanca e vendosjes së këtyre kamerave? Kamera nuk duhet të jetë vendosur në mënyrë të tillë që të mund të lexojë numrat e kartës së bankës së blerësit. Patjetër që zhvillimi i shpejt, do thoja unë, që ka marrë inteligjenca artificiale jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë, e ka vendosur veprimtarinë e të gjitha autoriteteve mbikëqyrëse përpara një sfide.